Leximi nga Apostulli i ditës. Letra e parë drejtuar Korinthianëve, kapitulli 11, vargjet 31 deri në kapitullin 12, vargu 6. Sepse po të dallonin veten ton, nuk do të gjykoheshim, po kur gjykohemi, ndreqemi prej Zotit që të mos dënohemi bashkë me botën. Prandaj vëllezër, kur mblidheni për të ngrënë, pritni njëri tjetrin, po të ketë uri ndonjë, le të hajë në shtëpitë e tij, që të mos mblidheni për dënim, edhe të tjerat kur të vi do t'i rregulloj. Edhe për dhuratat shpirtërore vëllezër, nuk dua të jeni të paditur. E dini se sikur ishit kombe, tërhiqeshit pas idhujve të pagoj. Prandaj u bëj të ditur, se askush që flet me shpirt perëndie nuk thot për Jesuin qofti mallkuar, dhe askush nuk mund të thot se Jesusi është Zot, veçse me anë të shpirtit të shenjtë. Edhe dhuratat janë të ndara, po shpirti është po ai. Edhe shërbesat janë të ndara, po Zoti është po ai. Edhe veprimtarit janë të ndara, po Zoti është po ai që i vepron të gjitha në të gjitha. Leximi nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 18, vargjet 1-11. Në atë orë, erdhën nxënësit tek Jesui dhe i thanë: Vallë, cili është më i madh në mbretërinë e qiejve? Edhe Jesui thiri pranë vetes së tij një djalë të vogël dhe e vendosi atë në mes të tyre dhe tha: Me të vërtetë po ju them juve, në mos u kthefshi e të bëheni si djemtë e vegjël, nuk do të hyni në mbretërinë e qiejve. Ai që të përul pra vetin e tij si ky djalë i vogël, ky është më i madh në mbretërinë e qiejve. Edhe ai që të pres një të këtill djalë të vogël në emrin tim, më ka pritur mua. Po kush të pengojë një nga këta të vegjël që më besojnë, është më mirë për të t'i varet një gur mulliri mbi qafë dhe të hidhet në fund të detit. Mirë bota nga skandalet, sepse është e nevojshme të vinë skandalet, po mirë ai njeri prej të cilit vjen skandali. Edhe në të skandalizoft dora jote, a këmba jote, prej dhe hidhi prej teje. Është më mirë për ty të hysh në jetë i çal adorac, se të kesh dy duar, a dy këmbë, e të hidhesh në zjarr të pasosur. Edhe në të skandalizoft syri yt, nxirre atë dhe hidhe prej teje. Më mirë është për ty të hysh në jetë me një sy vetëm, se të kesh dy sy, e të hidhesh në gjehenën e zjarrit. Shikoni, mos përçmoni një nga këta të vegjlit, sepse po ju them juve, se ëngjit e tyre në qiejt shohin gjithnjë faqen e Atit tim që është në qiejt, sepse Biri i Njeriut erdhi të shpëtojë të humburin.